Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, 3 shprehje shumë të rëndësishme që duhet t'i kemi parasysh çdo ditë të jetës tonë në këtë botë. Ato janë Bismillah, Inshallah dhe Elhamdulillah. Bismillah është shprehja e parë. Besimtari islam duhet ta ketë parasysh gjithmonë kur të fillojë të bëjë diçka të mirë, të fillojë me Bismillah, pra në emër të Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të tij na tregon se çdo vepër e cila nuk fillohet në emër të Allahut, nuk bëhet në emër të tij, pra nuk fillohet me Bismillah, ajo nuk ka bereqet dhe nuk ka vazhdimsi dhe është e paplotësuar. Andaj Bismillah duhet të jetë fjala që ne duhet ta themi gjithmonë para çdo vepre të mirë. Shprehja e dytë është Inshallah, që do të thotë nëse don Allahu i Madhërisëm. Gjithmonë besimtarët islam kur vendosin apo planifikojnë që të bëjnë diçka në të ardhmen, duhet të thonë Inshallah, pra nëse don Allahu i Madhërisëm. Dhe shprehja e tretë është Elhamdulillah, që do të thotë falënderimi, hamdi i takon vetëm Allahut fuqiplot. Besimtari islam gjithmonë duhet ta ketë parasysh kur të shfrytëzojë mirësitë, begatitë e Allahut fuqiplot në jetën e kësaj bote, dhe që janë të panumërta dhe Zoti thotë nuk mund t'i numëroni asnjëherë mirësitë e mia sepse janë shumë, atëherë duhet ta falenderoj Allahun për gjitha këto të mira. Andaj Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar thotë: "Nëse ju më falenderoni për mirësi që ua kam dhënë, do t'u ashtoj edhe më shumë ato." Ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam thotë: "Për çdo mirësi që besimtari islam e falenderon Allahun e Madhërisëm, meriton një mirësi tjetër për këtë falënderim." Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, këto janë 3 shprehje shumë të rëndësishme dhe të vlefshme në jetën tonë të kësaj bote. Bismillahirrahmanirrahim, të fillojmë çdo vepër të mirë me të. Inshallah, nëse don Zoti kur planifikojmë diçka për të ardhmen, ta bëjmë, dhe Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e falenderojmë dhe i shprehim falenderimet tona, mirënjohjen tonë Allahut fuqiplot për çdo mirësi që ne e shfrytëzojmë në jetën tonë të kësaj bote.